Ne të dashur shikues, tani më do kalojmë të një bisedë tjetër në kuadër të ditës botërore të aktivitetit fizik. Ne po ashtu do të flasim në lidhje me temën dhe e kemi këtu në studio trajnerin Arber Peci, trajneri fitnessit, dhe do të na tregoj pak më shumë detaje në lidhje me rëndësinë e aktivitetit fizik për trup dhe mendje. Arber, mirëmëngjesi, kënaqësi të kemi në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Shpresoj që sot do t'japim informacione që njerëzve t'ju ndihmojmë më shumë, ta kuptojnë më shumë se çfarë rëndësie ka kjo ditë dhe çka pas kësaj dite. Personalisht, çka simbolizon kjo ditë për ju dhe mbasi të na tregoni pak se pse ja vlen të promovohet kjo ditë? Po, zakonisht çdo herë njëhet ka ditë të ndryshme që të na kthejnë, domethënë unë e quaj kthim te baza, për shembull sfunde kemi pas muajin e Ramazanit, ku fokusi ka qenë pikërisht i njëjtë sikurse i kësaj dite. Domethënë investimin vetën tonë, mirëmbajtja vetës tonë. Kjo ditë është një sinjal që krejt njerëzve, domethënë ju jep një alarm që duhet të kthehemi në ato ku edhe duhet të jemi. Momentin që ne shohim secilin njeri që është duke u marrë me këtë çështje në aktivitetit fizik, atëherë dhe ata që jam shumë pak të interesuar do të merren me këtë çështje. Kështu që sot edhe mediat edhe çdo kush është i fokusuar në këtë temë edhe besoj që do të ndikoj ditëve në vijim. Padyshim që po ashtu ne vetëm pothuajse nuk ka shumë kohë që kemi nisur vitin e ri dhe për shumë njerëz, për shumë persona është ashtu si një nisja e vitit të ri, është si një fillim i ri dhe kemi mbasi edhe një fluks më të madh të personave që regjistrohen në fitnes dhe që e fillojnë aktivitetin fizik apo e fillojnë diçka të re. Sa ka pas interesim sa i përket muajit janarit apo shkurtit këtyre muajve të parë të vitit? Po zakonisht në krejt vitet, sikurse në vitin 2026 dhe vitet tjera, është e njëjta ide tek njerëz. Domethënë shumica fokusohen dhe mendojnë që të fillojnë prej datës, domethënë 0-1, të ndryshojnë veten e tyre, jetën e tyre, po fatkeqësisht e shohim që pas një muaj ose dy ata thjesht vazhdojnë të rikthehen në atë gjendjen që ka qenë më herët. Domethënë ai fluksi i madh në gjithë palestrat sportive është në fillim, domethënë të vitit, pastaj nuk vinë, shumica e nalin fitnesin, edhe fillojnë prap pak para verës. Domethënë është një mentalitet, një mendësi që njerëz të përgjithësi në Kosovë janë mësuar me prit rezultate të shpejta. Edhe momentin që ata nuk e shohin ndryshimin brenda një muaji, ata thjesht dorëzohen, jo vetëm prej aktiviteteve fizike, po në përgjithësi e shohim në krejt sferat e jetës, jena njerëz që pak a shumë provojmë një muaj dë edhe e ndërprejmë. Nuk e kena atë kulturën bazike që është diçka për me majtë disiplinë vazhdimisht. Si ndikon kjo ndërprerje? A ndikon që a rezulton që më njëherë të kthehet trupi ashtu në formën siç ka qenë? Po trupi zakonisht deri në moshë caktuar, për shembull 25 vjet, 26, ai e krijon një formë, so që ai e quhet origjinaliteti i tij. Momentin që ti don me ndryshu trupin tënd, e ndryshon me ushqim, me aktivitete fizike, i arrit një ndryshim caktuar, momentin që ti ndalesh nuk kontribon ashtu si që ke kontribuar për ndryshim, trupi automatikisht rikthehet tek origjinaliteti. Çdo kush që ka qenë i dopt, edhe ka shtu pesh kthehet bëhet i dëm. Ndërsa ai që ka qenë mbi pesh, pavarësisht që është dobësuar, kthehet edhe prapë e ka atë mbi peshën. Shkaku që shumica krejt këto, domethënë si aktivitetin fizik, si në sfera tjera të jetës e bazojnë në motivim, ndërsa motivimi e dim që është i përkohshëm. Herë është motivimi i lartë, herë është i ulët. Është ajo disiplina e cila pavarësisht motivimit tënd të mbon, domethënë të vazhdosh në proces. Në përgjithësi, so ka motivim të njerëzit, do të thotë kur e nisin në fillim, e di që e nisin me shumë entuziazëm edhe si që përmendë ti, presin rezultate të mënjëhershme. Sa kohë duhet njerëzve që mbase të shohin një rezultat në trupin e tyre?
Zakonisht, unë çdo herë them motivimi nuk duhet të bëhem diskutimi ose të merret parasysh shkaku që nuk është diçka që të mon vazhdimisht në rrugën që ke vendos me ndjek. Është ajo disiplina. Disiplina e cila qysh prej moshës të re, qysh prej fëmirisë instalohet tek dikush. Për shkak si në shkolla që ma herët e ceku profesori qysh prej trive, ato fillon domethënë në shkollë edukata fizike, fillon informimi nxënësve për shëndetin, për aktivitetin fizik, edhe pastaj ata të njëjtën e ndjekun në vazhdimsi në mosha tjera. Ndërsa rezultati ata që presin motivim edhe bazojnë gjithë shka në motivim, është rezultati mundet më vrejt pas një muaje. Pas një muaje vrejnë një ndryshim, po ajë ndryshim kish me dasht me mjaftu për dikon, po shumica presin shumë ma shumë, nuk janë të kënaqët edhe zhgënjen. Arbër, ne vazhdimisht flasim base edhe në rrethin tonë shoqëror, flasim për atë se e kemi gjithmonë atë bindjen që po regjistrojmë në fitnes vetëm për shkak të pamjes, ishim po ashtu duke e diskutuar para bisedës, që njerëzit po fokusohen pak më shumë edhe të pjesa e pamjes në mënyrën se si duken. A na tregon pak se si ndikon kjo edhe në shëndetin tonë, në mendje, do thotë jo vetëm në trup, si ndikon në aktiviteti fizik? Po shoqërit në përgjithësi në botë janë të prirur a mi ndjek trendet. Tash rrjetet sociale na mundsojnë me pa çka po ndodh në botë. Edhe fokusi kryesor është edukja, me qenë i bukur, me pas një trup të formsum. Kjo është ajo që i motivon edhe i shtyn njerëz me marrë me aktivitete fizike, sidomos me fitness, sepse fitnessi është ndër sportet e vetme e cila të ndihmon me formsu edhe trupin. Për shembull si futbolli ndihmon në kondicion, shpejtësi, qëndrueshmëri, po jo në formsim të trupit. Kështu që fitnessi është ai që njerëzit më shumë fokusohen të, edhe besoj në Kosovë janë duke hapur shumë fitnesa sfundi. Kjo është duke ndihmu që edhe mu zhvillu si sferë, konkurenca mes neve, është ajo që na shtyn përpara që të mos ndalemi në këtë aspekt. Pa tjetër, përveç që ne përmendëm pak më herët e përmendet ti dhe theksove që disa prej gabimeve që i bëjnë personat në palestër, mbase është edhe pjesa që kur kanë motiv e vazhdojnë fitnessin, por kur nuk kanë motiv, mbase edhe ndalin edhe trupi automatikisht rezulton që të kthehet në formën si ka qenë më herët. Përveç këtij gabimi, e përmendet që duhet të kemi disiplinë, po cilat janë disa prej gabimeve tjera që njerëzit i bëjnë kur e fillojnë? Gabime tjera është mendësia rezultatet shpejta, që e tham deri tash, shumë. Momentin që ne fillojmë, nuk shohim rezultatet mjaftueshme, ne ndalemi. Pastaj gabimi tjetër është pasioni i madh që kemi për diçka. Unë shpesh them pasioni i madh për diçka është shpesh më shumë pengesë se sa që është mundësi. Çaq shumë kena pasion për një të arritur, so që ai pasioni i madh na shtyn me ushtru më shumë se sa që duhet, me ngarku veten me pesha më shumë se sa që duhet, edhe pastaj vim deri tek lëndimet edhe tek ndërprerja e fitnessit. Pastaj pikërisht është ai vrulli qysh çdo herë themi ashtu siç janë nis ashtu edhe përfundon. Domethënë ne zakonisht si shoqëri fillojmë shpejt, po edhe ndalemi shpejt. Në përgjithësi, çka kish më ndihmu për me qenë më të disiplinuar? Është kultura, është ajo kultura e cila instalohet qysh prej fëmijërisë, e kom vërejt personalisht që pas një moshe ndoshta 10 vjeçare veç po krijohet njeriu edhe atë disiplinë, atë kulturë që e ka, ai po e vazhdon. E shohim shumica në gjithë botën, shtetet ato cilat investojnë në fëmijë, investojnë në aktivitete fizike, investojnë në arsimim, soj përket
edhe edukatës fizike, atëre vazhdojnë atë jetën e shëndetshme. Ne si shoqëri kemi shumë pak informacione, sidomos në shkolla nuk marrim thuja se heq informacione në lidhje me ushqimin, në lidhje me aktivitetet fizike, edhe pastaj jemi të mangë këto informacione, e fillojmë fitnessin për dukje fizike dhe pastaj ndërkohë në rast se ne qëndrojmë ma gjatë se sa një muaj e vrem që fitnessi të ofron edhe dobi tjera, si që është gjendja psiqike. Ndihmon shumë në gjendjen psiqike, ndihmon po ashtu në mentalitet, e ndryshon mentalitetin si i sheh gjërat, e sheh so duhet me punu për me arrit rezultate, bëhesh më shumë vlerësues ndaj çdo gjë e njëjtë, edhe kjo ndikon pastaj edhe në biznes, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe gjithkon e ka atë ndikimin e vet. Patjetër që po, sidomos në këto kohë të fundit, ku njerëzit po rezultojnë të jenë më të ngarkuar, cila kishme qenë këshilla jote për njerëzit të cilët janë shumë të ngarkuar, edhe në base arsyet të tyre janë që kanë shumë ngarkesë në punë, kanë shumë ngarkesë në base në shkollë, kanë ngarkesat të tjera dhe nuk e gjejnë kohën për aktivitete fizike? Është çështja prioriteteve në jetë. Unë besoj që secili njeri ka kohë për diçka që e don. Edhe ne si shoqëri nuk e kemi kuptu rëndësinë e aktivitetit fizik, rëndësinë e shëndetit, po shpesh çdo herë them më mirë është t'i përkushtojmë tash kohë shëndetit tonë se sa t'i përkushtojmë kohë smundjeve që patjetër do të vinë me kohë, se në rast se nuk e mirëbojmë trupin tonë me aktivitete fizike dhe me ushqim të shëndetshëm, patjetër që do të vijë koha që trupi nuk do të funksionojë ashtu siç do të kishte funksionuar nëse do të ishim kujdesur për të. Kështu që më mirë të investojmë kohën në stërvitje se sa të investojmë kohën në trajtimin e smundjeve të ndryshme, të cilat patjetër që do të na vinë. Arbër, duke qenë se përmende ushqimin, pjesën e ushqimit, ta ndalemi pak më shumë të ajo, të flasim pak më shumë detaje, a bën njëra patjetër, do të thotë a bën aktiviteti fizik, pa përkujdesje për ushqimin apo edhe proteinat të cilat shumë shpesh edhe rekomandohen nëpër fitnesset të ndryshme. Aktiviteti fizik është i jep trupit një sinjal që duhet më ndryshu, duhet më përmirësu. Ndërsa rezultatin final e arrit vetëm përmes ushqimit. Ushqimi besoj është më shumë se sa 80% e krejt procesit. Gjatë aktiviteteve fizike, çdo kush thjesht e bën lëndimin e muskujve, se qëllimi është në rastin e fitnessit kur ushtrojmë, është mi thy limitet tona, me arrit në një prishje të muskujve, ajo dhimbja, kollja muskujve që ne e quajmë, është domethënë pikërisht ajo që ne i kemi dëmtuar muskujt, ndërsa ushqimi është ai që i rigjeneron. Çdo herë gjatë gjumit, kuptohet. Kështu që ushqimi është ajo pjesa që ne duhet të mësojmë më shumë për të, edhe të fokusohemi më shumë. Një orë e kalojmë në aktivitete fizike në fitness, po 23 orë tjera i kalojmë, domethënë, me ushqim, me jetë tjetër, domethënë, fokusi duhet të jetë në 23 orë tjera. Shumë e vërtet, e përmende dhe djegjen e muskujve, kemi dëgjuar shumë ankesa kur njerëzit fillestarët e startojnë fitnessin, edhe ka shumë ankesa që kanë pësu djegje të muskujve, po më dhëm trupi, po më dhëmbin muskujt, cila është arsyeja që një person do të thotë fiton këtë djegje në muskujve, a janë ushtrimet që i bën base pa kontroll ose pa monitorim nga një ekspert i fushës? Këtu duhet dalluar dhimbjen e muskujve dhe lëndimet e muskujve. Dhimbjet e muskujve ose kolljet e muskujve janë domosdoshme. Momentin që ti nuk merr kolljet muskujve, atëherë nuk i ke kalu limitet e tua personale. Qëllimi është çdo herë që sot të bëjmë diçka më shumë se sa që kemi bërë dje. Dhe kjo është ajo që neve na shtyn drejt ndryshimeve. Kështu që gjithë duhet me ditë, unë dëgjoj plot herë prej klientëve që thonë në fillim marr pa kolljet muskujve, tani mo jo. Domethënë, kjo është gabim. A është shenjë mirë djegja e muskujve apo jo? Po, pikërisht djegja e muskujve është lëndimi ose motivimi i muskujve për të zhvilluar, riparuar edhe forcuar edhe rritur. Domethënë, është domosdoshme, vazhdimisht, jo si çdo kush që mendon në fillim
kom kolljet muskëve, pastaj jo. Kjo është gabim. Pastaj nuk je kolljet muskëve, shkoku që nuk je duke i kaluar limitet personale. Ndërsa soj përket dhimbjeve, atëherë ato ndodhen sidomos tek fillestarët që nuk din mirë me ekzekutu ushtrimin, shpesh ja teprojnë, mbi ngarkojnë trupin me ushtrimet ndryshme, me pesha ndryshme, lëndimet duhet të trajtohen, kuptohet të fizioterapisti dhe mjek tjerë që mirën me atë çështje, ndërsa soj përket kolleve janë të domosdoshme dhe janë normale. Arbër, a na tregon pak gjatë eksperiencës tënde si trajner fitnessit, me na tregu pak në lidhje me ushtrimet që rekomandohen për një fillestar, edhe a ka ndryshim sa i përket ushtrimeve që duhet të realizoj gjinia femrore, gjinia mashkullore, apo janë të njëjta në thelb? Po, soj përket soj përket ushtrime, soj përket gjinis, do më thonë, ose moshës, ose ushtrimet janë gjithat njëjta. Dalon vetëm intensiteti i tyre, se sa ngarkohet dikush. Shkoku që ushtrimi për shembull për biceps, është lëvizja njëjtë, sikurse për femrën, sikurse për mashkullin, sikurse për fëmijën. Çështja është që duhet me vendos peshë të mjaftueshme për atë person. Dikush duhet me ushtru biceps me 1 kilogram, dikush me 10, dikush me 20, varsisht prej kapacitetit që e ka ai person. Po çdoherë duhet të synojmë ato mi kalu limitet personale. Mi kalu limitet personale në kupton ato përsëritjet e fundit mi bo me shumë vështërsi. Edhe pikërisht tani ato dallojnë. Dikush është në gjendje ma shumë me përballu atë dhimbjen, atë ngarkesën, dikush dorëzohet shumë herët. Momentin që pak fillon mi dhimbë, ai dorëzohet. Pastaj këto bë diferencimi i atit fuqishmit edhe atij dobtit. Cila kishme qenë basë koha ideale, të flasim pak për kohën se kur rekomandohet me ushtru, me shku në fitness, edhe me na tregu pak më shumë në lidhje me atë se cila kishme qenë idealja, sa herë në javë me ushtru, ose sa herë në muaj, apo varësisht prej personit? Zakonisht idealja për të ushtruar varet prej qëllimit që i kemi. Ka raste dikush dënë me mirëmbajt peshën aktuale, ka raste dikush dënë me shtu peshë, ka raste dënë dikush me hu peshë. Varësisht prej qëllimit edhe përcaktohet numri se sa herë duhet të shkojnë fitness. Preferohet 3 deri në 5 ditë me viju fitnessin, do më thonë, po më e rëndësishme se sa numri i ditëve që do të frekuentojnë fitnessin është vazhdimësia. Qëllimi është më mirë është 20 minuta në ditë aktivitet fizik, se sa 2-3 ditë jo e 3 orë po. Dhe më thonë, këtu duhet dallojmë që duhet ta bëjmë një plan që është pak ma i lidhë për neve mos me ngarku vetën, si që thash ma herët shpesh pasioni madh është më shumë pengesë se sa që është mundësi, edhe preferohet për shembull në rast se dikush dënë me u peshë, mundet me ushtru 2 ditë po, 1 ditë jo, ndërsa edhe ata që dojnë me shtu peshë, për shembull dikush që është 9 peshë, ai duhet ma pak me ushtru. Pikrisht ata ushtrojnë ma shumë. Shkoku që nëse ti ushtrojnë ma shumë, ti edhe hup kalori ma shumë, hup peshë ma shumë. Dhe më thonë, 1 ditë ushtrojnë, 1 ditë pushon, 1 ditë ushtrojnë, 1 ditë pushon. Kështu. Arbër, edhe për fund, duke qenë se erdhëm në fund të bisedës, çfarë këshille kishe me pas për të gjitha ata persona që dëshirojnë me nisë aktivitete fizike, të bëjnë më shumë aktivitete fizike, edhe pse është rëndësishme të bëjnë aktivitetet fizike, duke qenë se mund ta marrin si këshill nga ti, pasi që je edhe një trajner fitnessi. Po këshilla është që të mos presin motivimin, por të bëjnë atë që duhet bërë. Fitnessin ose aktivitetet fizike duhet të shohim njëjtë sikurse ushqimin, duhet me hongër çdo ditë, po edhe me ushtru duhet me ushtru çdo ditë, po edhe me flaj duhet çdo ditë. Do të thonë duhet ta vendosim këtë trekëndshin që është diçka që duhet ta bëjmë, të mos lejmë të ndikohet prej disponimit tonë, sepse aktiviteti fizik ose kujdesja ndaj trupit tonë nuk është diçka që duhet ta bëjmë kur kemi kohë të lirë, po është diçka që duhet ta bëjmë vazhdimisht. Në më thonë, kjo do të kishme qenë këshilla, e cila patjetër do të ketë pavarësisht ndryshimeve fizike, do të ketë edhe ndryshime
psiqike, jo veç asoj pjesës emocionale që do të ndihemi më të lumtur, sepse gjatë ushtrimeve trupi prodhon hormone ndryshme siç janë endorfina, serotonina, dopamina, janë hormone që ty të bojnë muni më e lumtur, më stabile, më e fokusuar në punë, domethënë vetvetiu trupi prodhon ato. Kjo është, domethënë, nëse merrem me aktivitete fizike, e tërë jeta jonë fillon me ndryshu, po edhe mentaliteti, filloj me po që duhet ma shumë mund për me arritë rezultat, e dim që duhet mos mund dalë vazhdimisht, pikërisht njëjtin koncept e përdorim edhe në sfera tjera të jetës. Arber, ne falenderojmë shumë për gjitha këto këshilla dhe faleminderit që ishim me ne në studio këtë mëngjes. Faleminderit edhe juve.